Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e të dielës në Nea Smyrni të Athinës, ku 48 vjeçari shqiptar Altin Allmuca dyshohet se ka vrarë me armë zjarri 45 vjeçaren Julieta Obzova, gjithashtu shqiptare dhe më pas i ka dhënë fund jetës. Dy trupat e pajet u gjetën në hyrje të një pallati në rrugën Grigorios Kidonion. Sipas të dhënave më të fundit të autoriteteve greke, Allmuca dyshohet se kishte pritur 45 vjeçaren brenda makinës së tij jashtë pallatit ku ajo jetonte së bashku me vajzën 16 vjeçare. Kur Obzova doli nga pallati, 48 vjeçari dyshohet se doli nga automjeti, ju afrua dhe e qelloi me revolver. Gruaja u rrëzua në hyrje të ndërtesës, ndërsa menjëherë më pas Allmuca dyshohet se drejtoi të njëjtën armë nga vetja dhe u vetçellua në kokë. Revolveri u gjet pranë trupit të 48 vjeçarit, një element që sipas policisë përforcon pistën ku ai vrau fillimisht 45 vjeçarin dhe më pas kreu vetvrasje. Obzova kishte plagë me armëzjarri në trup dhe dyshohet se ishte qelluar edhe në fytyrë. 48 vjeçari nuk duket se ndodhej rastësisht në vendin e ngjarjes. Policia po përpiqet të zbulojë se kohë kishte që e priste gruan, nëse e dinte paraprakisht se ajo ndodhej në këtë apartament dhe çfarë kishte ndodhur mes tyre përpara krimit. Nga të dhënat e deri tanishme nuk rezulton që të dy të kenë qenë të martuar. Ata kanë patur një marrëdhënie ndërsa po hetohen rrethana dhe motivi i krimit. Paraprakisht dyshohet për motive xhelozie. Sipas mediave greke, Allmuca ishte i martuar dhe kishte një fëmijë, ndërsa bashkëshortja ka deklaruar autoriteteve se nuk dinte asgjë për lidhjen e 48 vjeçarit me Obzovën. Edhe nëna e 45 vjeçares ka thënë me slotër se e bija nuk kishte treguar për marrëdhënien, ndërsa për vrasjen mësoi nga vajza tjetër e saj. Një tjetër element që po verifikohet lidhet me një denoncim të bërë nga 45 vjeçaria në korrik të vitit 2024. Sipas mediave greke, ajo ishte paraqitur në komisariatin e Akropolit dhe kishte denoncuar ish-partnerin, pasi pas ndarjes nuk i kishte kthyer një motor. Gjithashtu, nuk është ende e qartë nëse personi denoncuar ishte Altin Allmuca. Në fokus të hetimeve është edhe aktiviteti i 48 vjeçarit në rrjetet sociale. Allmuca kishte publikuar foto ku pozonte me armë në duar, ndërsa policia po verifikon nëse armët që shfaqen në këto fotografi kanë lidhje me revolterin e gjetur në vendin e ngjarjes. Dëshmitë e banorëve ndihmojnë gjithashtu në rindërtimin e dinamikës së krimit. Një grua ka treguar se rreth orës 5:30 dëgjoi 3 shtëna. Një tjetër detaj është zbuluar nga e kaluara e Altin Allmucës, 48 vjeçarit që vrau të dashurën shqiptare në Nea Smyrni të Athinës. Sipas mediave greke, ai ka qenë i arrestuar në vitin 2016 në Tiranë pasi kishte kryer raport seksual me dhunë me bashkëshortën kundër dëshirës së saj. Gjithashtu ndaj 48 vjeçarit ishte ngritur edhe një padi për përndjekje.